mendoj se jemi në situatë delikate, por zgjidhja duhet jetë thjesht të votohet raporti dhe të shkohet drejt betimit, pastaj pas betimit është konstituimi. Nëse vazhdohet kështu, a janë zgjedhjet Ai raporti paraprak është rrëzu, domethënë i njëjti raport nuk mundet më rivotu. Nëse vazhdohet kështu, a janë zgjedhjet zgjidhje? S'është ai momentum, besoj se është çështje që duhet të zgjidhet me një dialog thjesht brenda disa minutash. Është çështje tepër thjesht, tepër banale për me i torturuar qytetarët e Kosovës edhe herë zgjedh. Nuk mundet kush veç. Është jashtë kompetencave të saj. Kjo është çështje e pastër politike e kuvendit. Nuk mundet me zgjidh askush tjetër përveç kuvendit dhe në këtë rast të përfaqësuesve të partive politike. A kanë rregullore se në kushtetuese se diçka deri kur mund shkohet kështu ka 48 orë të rëndësishme? Derisa gjendet zgjidhja, derisa të prevaloj vetdia qytetare, politike, institucionale dhe shtetërore, dhe jo inati dhe tendenca opozuse. A mund të shkojë kjo përshtatje kryeministit Kurti që të shkon në zgjedhje bashkë me zgjedhjet komunale dhe për Nuk shkon deri atëherë, kjo çështje zgjidhet shumë më shpejt. Besoj që zgjidhet sot. Faleminderit shumë për